Nënat shtatzëna tashmë nuk do të presin me ankth deri pas 9 muaj të shtatzanisë për të mësuar nëse bebia e tyre gëzon shëndet të mirë, si nga ana mendore apo parametrat e rritjes së tij. Një program i ri mjekësor në maternitetin Koço Glozheni u mundëson mjekëve ginekolog kalkulimin e riskut për anomali në javën e 11 dhe 13 të shtatzanisë, apo paralajmëron riskun e lindjes para kohe midis javës së 20 dhe 24. Të bën të mundur që ti të mund të jesh në korrent gjithmonë të çdo problemi që kjo paciente ka. Dhe ndërkohë nëse ka diçka të gabuar, krijohet mundësia për të ndërhyrë në kohë. Nga ana tjetër parandalon mjaft lindjet me keqformime, që do të thotë kapen që në fillim të shtatzanisë dhe nuk është nevoja më pas të shkojë problemi deri në fund dhe të kemi të lindi një fëmijë me të meta, kapen problemet që në fillim. Ky program është i shpërndar në 35 shtete në 26 gjuhë të ndryshme, ku së fundmi është të futur edhe gjuha shqipe. Ai mundëson konsultë në distancë dhe me klinikat jashtë vendit. Përfundimisht, futemi në aplikimin e sistemet integruar informatike që ndihmojnë shumë në cilësinë e diagnozës mjekësore, sepse ato mundsojnë edhe konsultimin nga konsultat gjëra profesorësh e specialistësh, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë Shqipërisë. Dhe së dyti, kemi mundësi që të shikojmë ç'ndodh ndodh me pacientin që nga momenti i hyrjes derisa i det. Çdo njeri i cili punon apo bën manipulime mjekësore me pacientin, të njohim historinë e smundjes së tij që nga dita e hyrjes dhe më vonë dhe përjetësisht duke pasur të skeduar elektronikisht. Duke pasur të gjitha të dhënat e akumuluara, mund të ndërpritet një shtatzani pa pritur fundin e saj, por nga tjetër ndikon në uljen e vdekshmërisë foshnjore. Akumulimi i të dhënave për çdo shtatzani dhe çdo pacient në sistem ndihmon për studime shkencore në fushën e ginekologjisë.